Mira njerëz u pan duke u larguar nga Teherani të mërkurën pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se duhet të largoheshin nga kryeqyteti, ndërsa një burim tha se shefi i Shtëpisë së Bardhë po shqyrtonte opsionet që përfshin bashkimin me Izraelin në sulmin ndaj objekteve bërthamore iraniane. Izraeli u tha banorëve në një zonë jugperëndimore të Teheranit që të evakuohen në mënyrë që forcat e tij ajrore të mund të sulmonin instalimet ushtarake iraniane. Mediat iraniane raportuan trafik të dëndur në rrugët që shkojnë nga kryeqyteti drejt provincave veriore. Autoritetet kanë vendosur kufizime se sa karburant mund të blihet, duke nënvizuar se këto kufizime ishin vendosur për të parandaluar mungesat, por nuk do të kishte asnjë problem me furnizimin me karburant për publikun. Avionët ushtarak izraelit goditën kryeqytetin iranian pak para agimit të mërkurën, pasi ushtria lëshoi paralajmërime se civilët të largohen nga një qark i Teheranit. Më pas ushtria izraelite tha se ka goditur objekte për prodhimin e armëve dhe një qendër që përdoret për të prodhuar centrifuga në Teheran. Më shumë se 50 avion ushtarak izraelit kryen një sër sulmesh në zonën e Teheranit në orët e fundit, si pjesë e përpjekjes më të gjerë për të ndërprer programin e Teheranit për zhvillimin e armëve bërthamore. Një ndërtesë për prodhimin e centrifugave në Teheran u shënjestrua, u tha në deklaratë. Ndërkaq mëngjesin e 18 qershorit Irani tha se ka sulmuar me raketa hipersonike Izraelin. Teherani u kërkoi banorëve të Tel Avivit që të përgatiten për një sulm, ndërsa Garda Revolucionare Islamike pretendoi se ka përdorur raketa hipersonike Fatah 1 për të sulmuar vendstrehimet dhe një qendër tregtare. Raketat hipersonike fluturojnë 5 herë më shpejt se shpejtësia e zërit dhe mund të manovrojnë gjatë fluturimit, duke i bërë më të vështira për të gjurmuar dhe për të rrëzuar. Zyrtarët iranian kanë raportuar të paktën 224 vdekje, kryesisht civil, megjithse ky numër nuk është përditësuar për ditë të tëra. Që nga e premtja, Irani ka gjuajtur rreth 400 raketa në drejtim të Izraelit, rreth 40 prej të cilave kanë depërtuar përmes mbrojtjes ajrore, duke vrarë 24 vetë të gjithë civil, sipas autoriteteve izraelite.